Jam me Qani Shinon, ish minator, njeri i 1001 sakrificave në punë, po edhe i shumë protestave. Organizator i ish minatorve që kërkojnë prej vite statusin e minatorit, por njëkohësisht dhe i pensionistëve. Zbashku me Qaniun kemi protestuar 10 herë për minimumin jetik për rritjen e pensioneve dhe për dinjitet për pensionistët. Nesër, në orën 10, ditë e njëjtë para kuvendit, do të kërkojmë përsëri rritjen e pensioneve, do të kërkojmë vendosjen e minimumit jetik, miratimin e statusit minatorit. Pensionistët shqiptar janë më të varfrit dhe më të nëpërkëmburit në Evropë. Kjo protesta e nesërme nuk është vetëm e pensionistëve dhe për pensionistët. Bashkë me pensionistët vuajnë edhe punëtorët, vuajnë edhe shtresa e mesme, të cilët në shumicën e rasteve janë ata që kursejnë me të ardhurat e tyre mbajnë gjallë prindrit, sepse ky shtet i ka tradhtuar dhe i ka poshtruar. Është po ashtu protesta e të rinjve, që po nuk u vendos drejtësi shoqërore sot, kur ata dalin pension, nuk do kenë fare pensione, jo më pensione qesharake siç i kanë sot. Qani, qa mund të themi diçka për protestën e nesërme? Ne për protestën e nesërme ju bëjmë thirrje të gjithë, jo vetëm ish minatorëve dhe minatorëve, po të gjitha shtresave në nevojë, kush është njeri që e ndihen fukarallokun që i ka vajt thika në palë, nesër në orën 10 para parlamentit i mirëpresim të gjithë për të protestuar, për të vënë në vend dinjitetin tonë që e kemi të nëpërkëmbur këtu e 35 vjet me punën dhe me mundin që kemi bërë në për miniera, në për të gjitha frontet e vështira. Protesta nuk bëhet vetëm për ne, bëhet për të gjithë, bëhet për miratimin e statusit të minatorit dhe të gjitha profesioneve të vështira, ngrihet për minimumin jetik, bëhet për të gjitha shtresat sociale. Protesta është për uljen e kostos së jetesës, që ne kemi fëmijë dhe s'u blejmë dot shtëpi, se kosto e jetesës ka vajtur në stratosferë. Duhet të tërojnë 1000 vjet ata që të blejnë një shtëpi. E vërtet, shumë e vërtet. Për gjitha këto arsye, ju mirëpresim nesër me Qaniun, me pensionist, me ish minator, me të rinj, me punëtor, me punonjës stresës mesme, me çdo që ndihet i fyer, i poshtruar, i përkëmbur, i vjedhur nga një sistem politik i cili deri më sot ka menduar si të mbush xhepat e politikanëve dhe oligarkëve dhe asgjë nuk ka pasur për popullin e thjeshtë.